Të nderuar shikues të Beri Sport, ju përshëndes drejt për së drejti nga stadiumi Selman Sarmasi i kryeqytetit, ku po luhet superfinalja e futbollit femra Vllaznia Apollonia. Pjesa e parë është mbyllur me avantazhin e ekipit ku çblu 1-0 me një gol mjeshtror të shënuar nga kapitenja Megi Doçi. Agustin Kola është i ftuar ime në këtë bashkëbisedim, një emër i madh i futbollit shqiptar, pjesë e kahershme e ekipit të Bardhë Blu, por një nip Shkodre dhe një simpatizant i Shkodrës në vite. Kola, knasisht jemi së bashkë në këtë intervistë. Pjesa pa 1-0 për Vllaznin. I drejt ky rezultat? Është rezultat i drejt, shofshi futbolli jonë i femrave është ngritur shumë. Gjithmonë Vllaznia ka qenë ekipi promotori i futbollit femrave, shof që edhe ekipi i Apollonisë po luan futboll mirë. Domethënë është një ndeshje gati e barabartë. Po shof që Vllaznia ka përvojë në këtë lloj lufte për titull. Është ekipi sa herë kampion. Vllaznia është 12 herë kampione dhe pret të kurorëzohet për të 13 vit radhazi, ndërkohë që Apollonia kërkon titullin e parë. E meritojnë, po shoh që edhe Apollonia e ka ngritur, si e thash fillim fare, është ngritur futbolli femrave këtu te ne. Këto dy ekipe i shoh shumë me që kam pasur ekipin e kinë studios, domethënë që luajnë futboll, që unë ndjek gocat. Keni pas me herë dhe një përvojë si trajneri kombëtarës. Po, gocat kanë, domethënë, është vetë nga natyra që femra ka më inat, më shpirt, më kështu. Jo shumë në larg nesh në këtë bashkëbisedim është edhe presidenti i klubit të futbollit Vllaznia për femra, Lazar Matia, që ka meritën kryesore për mirë menaxhimin e kësaj skuadre të klubit. Bravo, meritën kryesore presidenti ka edhe presidentet e tjerë, po ky është nga të parët që e majti këtë lloj futbolli femrës këtu në Shqipëri dhe ka meritë madhe. Ndërkohë, presidenti juaj ka meritë madhe. I klubit të futbollit femra, ndërkohë në tribunën VIP duke ndjekur të ndeshje është edhe presidenti i klubit të futbollit Vllaznia për meshkuj, Alban Xhaferi, i cili pret të dielën ndonjë rezultat premtues, pra titulli kampion vendoset të dielën në sfidën që luhet në kryeqytet Vllaznia Elbasani dhe ajo që luhet në Elbasan Dinamo Egnatia. E di për çfarë bie keq, nuk më pëlqen ky lloj sistemi i këtij kampionati. Se të shih Vllaznia ka qenë para gjithë kampionatin, vetëm të rivesh që për shembull të eliminohesh ose mos marrësh kupën me një neçe, unë nuk e shoh këtë shumë kështu serios këtë punë këtij lloj kampionati që bëjmë ne me kaq fazë. Diçka për Vllazninë e cila hodhi dy hapa të gabuar duke u mundur nga Dinamo fillimisht, pastaj nga Egnatia. Po kështu për këtë nishe thashë edhe gjithë kampionatin ke qenë para. Po t'ishe me dy faza kampionati ke qenë para. Domethënë vritet po kapin, vritën dy lojtarë të mirë e nuk i kemë më për play-off. Kur ke qenë gjithë kampionatin para, mu së pëlqej ky lloj sistemi i kësaj. Agustin, të dielën në orën 19 do të jetë dy kupa, dy trofe, një në stadionin Arena Kombëtare të kryeqytetit për ndeshjen Vllaznia Elbasan dhe një në Elbasan Arena në Dinamo Egnatia. Kush shpallet kampion si pas? Tash them drejtën, i kam pak këto ndeshje. Kampionatit nuk i dihet, po shoh Egnatin ka ditë futboll bukur, më pëlqen si ekip. Dhe përpos saj është edhe shumë pranë. Më pëlqen si ekip. E ka nën kontroll edhe. Më pëlqen si ekip. Luajnë futboll. Janë me merit aty ku janë. S'janë me fat, si thë. Se nga jetë një më dhe fati. Vllaznia pati në dorë fakt fillimisht erdhi si kryesuese në fazën finale. Vllaznia ishte kampione e mbylljes kampionatit. Pse thash si pëlqej ky lloj sistemi? Se a ka qenë kur mbyllën fazat në vend parë. Pra netën. Si të qoftë një sezon, një notë e Agustin Korës për ekipin e Vllaznisë në këtë sezon? Unë e fus të ekipet më të mira që janë sot, edhe kanë qenë dhe janë sot Shqipnisë. Dhe për të mbyllur, keni kaluar një problem jo shumë të lehtë shëndetësor që opinioni sportiv shqiptar u prekupua, po të shpëtu për krejt mirë apo jo? Ju njerëzit më kanë gjallur. Njerëzit më bon këtu ku jam dhe sot. Isha momentet të shumë njerëzit, tifoza, që ku kam shkuar, ku shkoj, s'kalon njëri pa ardhë, në spital pa ardhë, njerëzit mjallën. Dha jetë. Sa po mritet në mjediset e stadiumit Selman Sarmasi
Gjithë tribuna u gjadhrua dhe ju pritin me shumë kënaqësi, me mikpritje, me duart rrugitje, mbreti legjenda e Tiranës thanë e theksuan Agustin Kola. Them drejtën bashkë me shok, unë bashkë me shokët e mi të Tirana, me Benin e Shkret, me Milanin, me Sulmerin, me Diramurin, Jasharën, me gjithë kena bo histori. Unë jam një nga ta. Me që jemi tek Vllaznia që po luan finalen, ndeshja juve që kujtoni me spikatur me Vllaznin, Vllaznia Tirana, Tirana Vllaznia që ju ka metën në mend. Çdo nesër në kohën tonë, nesër forta ka qenë kundër Vllaznisë, kundër Dinamos, kundër Partizanit, Tremona, kundër Vlorës. Domthonë gjithë ekipet kanë qenë në afërsisht të barabartë. Po t'i kapsh, isha Apollonia mirë, Gjirokasa mirë, Besa Kavajas. Cili është goli më i bukur i Agustin Kolës në karrierën sportive? Goli më i bukur i karrierës sportive. Qoftë edhe me kombëtare. Goli më i bukur për mua është ai që kalon vijën fatale. Thot goli më i bukur se jep ekipit fitore. Mirë, Agustin, e nisëm me futbollin e femrave, me finalin Vllaznia-Apollonia që po luhet në stadiumin Selman Sarmasi. Ka nisur pjesa e dytë, 1-0 kroson Vllaznia. Kë shikoni favorite, Vllaznia është në avantazh? Po të shti, unë e shoh Vllaznin se ka sa vite u bonë. Titulli 13 që pret ta festoj. Pra ne. Trajneri Nikulin Leka dhe presidenti Lazar Matia. Vllaznin kanë merita shumë. Bukur, me këtë parashikim të Agustin Kolës e mbyllim periudhën e drejt për drejt. Lazar ka merita shumë. Lazar Matia, patjetër ka merita të veçanta. Ai çaj futbollin deri këtu femna, kampionatin. Dhe fal Lazar Matis, fal Vllaznisë, Shqipëria po përforcohet në Champions League me dy skuadra, edhe Apollonia ka fituar të drejtë. Kjo është historia e femrave, është Lazar Matia, kurse historia e futbollit shqiptar që ka kryer Vllaznia pra Vllaznia ka qenë ajo. Bukur, shikoni me sa simpati flet Agustin Kola për Shkodrën. Është e vërteta, jo se jam nip Shkodrë, po është e vërteta. Është nip Shkodrë, i lindur dhe rritur në këtë qytet, por me Shkodrën është i lidhur, jo vetëm me Shkodrën, por edhe me Dukazinin kemi thënë. Po memi në gjyshit, Agustin e ka pasur, Agustin e ka qenë banker Kotzov. Agustin Kola, nga familja Angelina Gurakuqit. Agustin Kola, faleminderit. Ju zoti, faleminderit ju. Gjithë mirë.